Detajet të reja janë zbardhur nga ngjarja tragjike e ndodhur në New York pak ditë më parë, ku një shtetase shqiptare humbi jetën pasi ra në një puset të hapur në zonën e Manhattanit. Viktima është identifikuar si Donike Gocaj, 56 vjeçe, me origjinë nga Shqipëria dhe banore e Westchester County. Sipas mediave amerikane, ajo kishte parkuar automjetin pranë një dyqani luksoz në Midtown Manhattan dhe pak qaste pasi kishte zbritur, është rrëzuar në një puset që dyshohet se ishte e hapur dhe e mbushur me avull të nxehtë dhe ujë. Raportet mjekoligjore bëjnë të ditur se vdekja ka ardhur si pasojë e një kombinimi faktorësh, përfshirë trauma të rënda fizike, djegje serioze dhe dëmtime të shkaktuara nga thithja e avullit të nxehtë, i cili ka dëmtuar rënd sistemin e frymëmarrjes. Dëshmitar në vendngjarje kanë treguar se kanë dëgjuar fidhjet e saj për ndihmë nga brenda pusetës, ndërsa kalimtarët janë përpjekur ta nxjerrin me mjete rrethanore deri në mbërritjen e shërbimeve emergjente. Sipas kompanisë së shërbimeve energjitike Con Edison, dyshohet se kapaku i pusetës mund të jetë zhvendosur nga kalimi i një automjeti të rënd pak minuta para ngjarjes. Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e incidentit. Familjarët e përshkruajnë 56 vjeçaren si një nënë dhe gjyshe të përkushtuar, ndërsa të njohurit e saj thonë se ajo ishte nisur për në punë në turnin e natës kur ndodhi tragjedia.